Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit një iftar të shishëm që ja vlen ta përgatitni secila motër në shtëpitë e juaja. Krejt që kanë nevojiten janë patate, i kom ngri kështu siç po shihni, vetëm në mes sepse kanë qenë patatet pra jo shumë të mëdha. 4 qep i kom ngri po ashtu, jo shumë tim. 600 gram mish, copsa si për gullash. 400 ml me ujë të ftoftë, 50 gram gjalp, një gotë e 100 ml jo krejt pra me vaj, mandej një gotë e 100 ml me shlagzane ose ajk, një lugë të gjellës me salcë të specave, një lugë të gjellës jo plot me mill, një lugë të mesme me biber të kuq, një lugë të mesme hudhër, një lugë të mesme me krep, edhe një lugë të çajit me biber të zi. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Spore e kemi lëshu furrën, temperaturë 230 gradë që të nxehen. Tek ujë hedhem pra bismillah. Biberin e kuq, me lmesa pra. Mielin. Salcën e specave. Shlagzane ose ajk, vajin, edhe i përzina të gjitha përbërës me tel të dorës. Pasi që i kemi përzit të gjithë përbërësit, tash marrim një tepsi edhe i qesim patatet, qept, mishin. I kemi rendit edhe patatet, tash marrim qept, mishin, shpërndajna, e kemi qitë edhe mishin, tash ti qep tjera që i kemi lanë pra gjysmën, i kemi qitë tek patatet për fundi, tash e qisim për mishin. Mandej morëm të gjithë përbërësit që i kemi përzi, me melmesat edhe bismillah e qesim tepsi. Tash ti krejt në fund e morëm gjalpen edhe e qesim kështu për mi. Shpërndojna, jo krejt në men. Tash e marrim letrën për pjekje, e lagu me ujë edhe e qesim për mi. Edhe fusim tepsin pra në furrën e nxehur. Tash e kemi hek tepsin prej furrës, pra për 1 orë e 35 minuta e kemi lënë brenda. Një herë e kom qetë furrën edhe e kom qetë pak ujë për mi letër për pjekje, siç po duket. Asnjëherë mos e kom qetë furrën pra për 1 orë e 35 minuta. Edhe bismillah. Iftari është gati. Mishi është zbut shumë mirë, i langshëm me patate që bashkë të kënaq. Kështu pra duket edhe mishi e shefni është i butë që të kënaq. Patatet po ashtu edhe me langun e vet që ja vlen ta provoni secila motër, me të vërtet bëhet shumë e shishëm. Neve na bëft mirë iftari juve po ashtu. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura e tjeri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pofshim.